Jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me Blerta Llace, ish infermiere në spitalin e Elbasanit. Nuk është hera e parë që Blerta ka qenë në një intervistë në këtë emision. Herën e fundit që ajo foli me neve ishte pas shkarkimit nga puna që i bën. Ta kujtojmë pak rastin. Blerta denoncoi rastin e një personi që duhet të mbante në krah karrocën me rrota për të dërguar në një kat më sipër. E bëri një video dhe e denoncoi në redaksin ton dhe pas si rasti u publikua, Blerta u pushua nga puna. Për ta rikujtuar, Blerta, çfarë ka ndodhur nga ai moment dhe deri sot me ty? Ku po punon tani dhe a ke pasur ndonjë komunikim me institucionin ku punoje më herët? Që nga i moment unë kam vendosur të merrem me nipin, me djalin e vajzës më shumë, t'i kushtoj më shumë kohë, pasi kanë çik probleme siç kanë fëmijët e sotëm, nuk arrin të flasi, kështu që jam fokusuar më shumë tek nipi i vogël. Por në punë të shtetit kam aplikuar tek portali infermier për Shqipërinë, kam fituar në raundin e parë, kam dalë e treta në rang kombëtar. Më pas, mbas një incidenti të vogël në raundin e dytë, ku më ulën pikë sy për sy, arrita prapë të fitoj të drejtën për të punuar në spital në spitalin në Elbasan. Juve na keni informuar paraprakisht që ishe prori juaj kandidon në listat e hapura të Partisë Socialiste për qytetin e Elbasanit si deputet i ardhshëm i Parlamentit të Republikës së Shqipërisë. Ju e njihni dhe në telefonin tuaj ka ardhur ky mesazh që ne do të shohim. Po. Dhe nga sekretarja e drejtorit, drejtorin tënd. Sekretarja e drejtorit, pra të që të pushoj nga puna, apo jo? Po. Sekretarja e drejtorit dje më dërgon një mesazh, ndërkohë që unë në WhatsApp nuk kam fytyrën time, mbase ajo nuk e ka kapur këtë detaj të vogël dhe më ka dërguar, ka kujtuar se unë jam një pjesë prezente akoma në spital dhe mbase në rutinën ose në dërgesat e këtyre mesazheve për t'i dhënë votën Agron Gaxhës, ma dërgon dhe mua të njëjtin mesazh. Ndërkohë e kam konfirmuar dhe nga tjerë që ka shkuar dhe tek tjerë. Sot pikërisht e kam konfirmuar të njëjtin mesazh. Në moment sa po shikoj mesazhi kërkonte që jepte linkun ku duhet ta bëjmë. Dhe aty i kërkoheshe që t'i jepej vota drejtor Agronit. Ju lutem, thoshte, shpërndajeni. Dhe unë e shpërndava, ja u dërgova dhe juve, shpërndava dhe në Facebook. Po, faleminderit faktikisht që i shpërndan në shërbim të opinionit publik të informacione. Nëse do dilja unë me Agron Gaxhon, ai sot është kandidat për deputet. Unë nuk jam kandidate për deputete. Nëse do shkonim do dilim në rrugët e Elbasanit, jam e bindur me 1.000.000% që jam njeriu më i respektuar se sa ai, sepse ai përveç poshtërsive që ka bërë, ai nuk ka bërë mirë nëpër njerëz. Kurse unë kam bërë aq mirë sa që jam e respektuar dhe nga ato që kanë ardhur një herë për vizitë në poliklinik. Qoftë edhe kur kam qenë infermier në spital. Është human, Blerta. Do të thënë ti po thua që do merrje më shumë vota se sa drejtori. Nëse do isha kandidate për deputete, nuk do kishte nevojë të dërgoja mesazhe. Kur ti e ke marrë vesh që ish drejtori, ishe prori yt kandidon për deputet, cila ishte ndjesia e parë që kishe? E di çfarë mendova në moment, thash, ky njeri, duke pasur punonjës rreth 400-500 sa mund të ketë. Dhe duke parë që të gjithë në përgjithësi NZ flasin keq për të. Unë pata një ndjesi të tillë, thash, ky njeri, nëse do ketë në dorë më shumë, ky do u bëj keq shumë njerëzve të tjerë. Mendova, kjo Parti Socialiste që ka shtruar për njerëz fisnik, për njerëz me reputacion, apo kjo forcë politike që ky përfaqëson, kjo Parti Socialiste që ka marrë këtë njeri për kandidat për deputet, që ka mbaruar, apo do të favorizoj partitë e tjera mbase i bën nder dhe partive tjera, sepse njerëzit negativ nuk votohen. Sa do të jetë mirë forca politike, unë e respektoj.
forcën e majtë, forcën e djathtë, I respektoj gjitha forcat politike, por njerëzit që përfaqësojnë atë janë njerëzit që I bëjnë keq edhe kësaj force politike, po mbi të gjitha I bëjnë keq njerëzve. Kam kaluar vështirësi në jetë sepse unë nuk kam filluar punë direkt infermiere. Unë kam punu sanitare fillimisht, kam filluar punë 16 vjeçe. Dhe kur unë nuk bëra gabim në moshën 16 vjeçe, 17, 20, 35, 40, vjen një agrongaxho I stimuluar nga Partia Socialiste dhe për përfitime personale dhe për egon e tij personale, shkel me këmbë një punojse e cila është me dinjitet. Mua mediat më kanë vlerësuar, unë jam artiste. Unë kam qenë në Monte Carlo, e vlerësuar nga 121 konkurrente si piktore. Puna ime është vlerësuar në një ndër më të mirat. Unë kam hapur ekspozit personale. Nuk I ka këto vlera agrongaxho. Dhe për forca politike, Partia Socialiste që tërheq të tillë njerëz abuzues për përfitime personale është një forcë që dështon shumë shpejt.